Trupa gjykuese e GKK-s e përbër nga gjyqtarët Etleva Dede, Flora Heridinaj dhe Irina Gjoka, pas një seance të gjatë 4 orëshe në dhomën e Këshillimit, ka shpadhur vendimin për disa prej pandehurve të dosjes së njohur si Metamorfoza. Hetimet janë fokusuar mbi komunikimet dhe aktivitetet e dyshuara të kryera përmes aplikacionit Sky ECC që përdorej për koordinimin dhe komunikimin e organizuar midis të pandehurve. Në vendimin e shpadhur, Edmond Preka është dënuar me 10 vite burg, të cilat do të ulen në 7 vite me gjykim të shkurtuar. Behar Brajovic ose Bajri është dënuar me 13 vite burg, të cilat me gjykim të shkurtuar zbresin në 8.8 vite. Gjithashtu, në burg ka përfunduar dhe Asmer Bilali, i cili ka marrë 8 vite e 6 muaj, të cilat me gjykim të shkurtuar u ule në 5 vite e 8 muaj. Gjevahir Lita është dënuar me 5 vite burg, por me gjykim të shkurtuar ulet në 3.4 vite. Por vendimi do të ekzekutohet me njëherë për shkak se ai ka shklyer fajin e tij duke përfituar kështu nga zbutja e dënimit. Një rast i veçantë është ai i Oltian Bistrit, i cili u shpalli pafajshëm për korrupsion, fajtor vetëm për zbulim të akteve ose të dhënave sekrete dhe i pafajshëm për pastrim parash, pasi nuk ishte prova që e lidhin me këtë akuzë. Ai u dënua vetëm me 2 vite burg, por vendimi u shua dhe Bistri u lirua me njëherë. Po ashtu, GKK-i arrëzoi kërkesën e Spakut për konfiskimin e 1.3 milion eurove që kishte vendosur ndaj tij. Për Ardit Hasanbegaj dhe Pollum Gjokën, vendimet nuk janë dhënë ende dhe shpallen me 2 dhjetor, pasi avokatët mbrojtës nuk kishin paraqitur mbrojtje në seancë. Ky proces i gjyqësisë përbën një nga hetimet më të rëndësishme të lidhura me përdorimin e Sky ECC-s për komunikime të dyshuara kriminale dhe ka prodhuar vendime të ndryshme për secilin prej pandehurve, duke përfshirë burgim të shkurtuar, lirim të menjëhershëm dhe rrëzim të masave financiare. Vendimet e GKK-s vijnë pas një procedure të gjatë hetimore dhe procesi gjyqësor është ndjekur me interes nga opinioni publik dhe institucionet që monitorin krimet e organizuar dhe korrupsionin në vend. Shpadhja e këtyre vendimeve është një hap i rëndësishëm në adresimin e një prej çështjeve më komplekse të periudhës së fundit të drejtësisë shqiptare.